Nëse jo me një ngarendje deklarative, se politika të shumë të nështë ngarendje deklarative. Jo, realisht nuk është. Do të thëtë realisht nuk është edhe ajo që ajo ndomja, armiqësia për cilën fulet t'i duk, është realisht diçka që ne kemi provu me adresu në fushat. Do thëtë nëse e keni përcjell, besoj e keni përcjell, fushatën e Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe kemi lavdu. Ka qenë totalisht e kundërta e qasoj armiqësie edhe qasoj ndarje. Pajtona. Edhe me një fushat të tillë, Partia Demokratike e Kosovës i ka marrë 196.000 vota. Do thëtë një rritje në kufi të numrit maksimal të votave që Partia Demokratike i ka pas ndonjëherë. Siç e tha Leo, dolja më e madhe se sa pritën, ka ndikuar në numër më të vogël mandatave, po sa i përket numrit të votave, ajo fushat e udhëhequr nga zoti Bedri Hamza dhe Memri Krasniqi, për një Kosovë më të mirë, për një agjendë depolarizuese, tej armiqësive. E ka prodhu këtë rezultat. Prandaj, do thëtë me i thonë PDK-s që se s'po bën kur gjo me i hek armiqësit, është pak jo realiste, sepse ne për tej gjithë... E unë shkafëm një pyetje. Po. Me qenë se PDK-ja, dorën zamër edhe LDK-ja, e kanë ofru një qëndrim edhe një diskurs jo polarizus. Qka ju kushton juve, në PDK, me shku mi thonë partizëve të vendosje, na jemi të interesuar për koalicion, me ato që shamull të marim kishim pas dëshirë kryeministri me qenë prej PDK-s. Po si jemi, ato kemi butë qartëna. Nuk jemi të interesuar për koalicion me lëvizjen dhe vendosje. As me kryeministri. As me kryeministri. Zoti Bedri Hamza ka qenë shumë i qartë. Edhe nëse më ofrohet posti kryeministrit, nuk hymë me ta. Ju në çfarë do variante, ju sini me lëvizjen vetëvendosje? Ne nuk him me lëvizjen vetëvendosje, ne do përpiqemi që ta themelojmë qeverinë e opozitës nëse na vjen rendi kushtetues për me themelu qeverinë e opozitës. Dhe jemi të bindur që përveç nëse partitë opozitare mendojnë që Kosova meriton Albin Kurtin edhe një herë kryeministër, ne do të jemi në gjendje që ta... këto? Jo, këtë partive opozitare. Do thotë Bernard... Nuk hyn me Kurtin. Në rase me Kurdavjerani. Me kur punojmë na, kur folim ajo muhabet tjetër, ato nuk e bëjmë na më thonë që se folim na. Ato lena ti neve, as nuk po duhem na me dal me ngarën. Ne po bëçoj që deklarimet e zotit Hamza kanë qenë shumë qarta. Kanë qenë shumë qarta, po tash nëse rregulli kushtetuese thotë që partia e parë ka të drejtën kushtetuese me provu për 25 vjet me bë qeverinë, s'më e bën nivelin e dyta. Pra, duke marrë parasysh qëndrimet e partive opozitare që në një mënyrë deklarohen që s'janë për me ime vetëvendosjen. Pra, po shihet që brumi i numrave ekziston te opozita për memrime bën një shumicë parlamentare. Nominalisht, faktikisht nuk e dim. Po, duke po gatishmërinë e partive opozitare. Tash si e dyta që të vjen rendi, për mos me prit kur të vjen rendi kushtetues atë, duhet tash me fillu. Pa në rast se zoti Haradinaj deklarohet që jam i gatshëm më një herë mas zgjedhjeve për me ndihmu negociatat. Për ne, unë mendoj që partitë opozitare tash është dash disa takime me zhvillu. Unë problemin e shoh të LDK-ja. Pse është të LDK-ja? Për shkak se deklarimet e tyre nuk janë qarta. Pra, nëse e shohim e lexojmë edhe një herë deklaratën, thotë me këtë besim të qytetarëve me shndruar në veprim. Qysh në veprim? Unë e kam përcjell zotin Abdiziku edhe në fushat. Po ai ka qenë dush më jap kuti me ushar. Rregull, për të psarohet atë. Nuk i atë presing si duket që thotë hajde nale se komë fol unë. Jo, nuk është. Ja jep paku me ardha ai më ushar. Ne jemi të hub kohë shumë. Jemi të hub kohë shumë, kjo është ideja. Ç'është të kurrë të Nuk është të bëjë qeverinë Kosova për me u marrë me butë. Kosova duhet problemet që kanë të bëjnë me Kosova e bën qeverinë mas pari me u marrë me punë të veta. Ashtu se punë tona Bernard janë të izolume për i botës. Jo, janë edhe këtë ato punë tjera që janë të izolume. Do të thonë nuk bëhet qeveria veç më marrë me politikë. Ç'është bëhet qeveria Bernard? Nuk bëhet qeveria militita bën ona politika e brendshme është afektuar me qeveria problemi është afektuar. Është shumë e qartë formula e krijimit të qeverisë. PDK-ja është partia e dytë. Pra, e din që ka me arë rodha nëse pora së përdejo. Po,
Nëse unë mendoj që Bedri Hamza si kandidat për kryeminist është dashur me ftun ta kem Lumir Abdexhikun. Me thonë ka mundësi të ulemi bashkë dhe ta dini cili është pozicioni yt. Pra sepse unë çu po e lexoj pozicionin e LDK-s, LDK-ja po kërkon me dëmos me marrë dhe heqje qeverisë. Kështu po e lexoj. Si duket. Absolut. Edhe kjo po e sheh. Kush po ja ofron? Pra apo ja ofron partia e parë që ka dalë vendosja, apo e thirr zoti Kurti Lumir Abdexhik, më thonë hajde ulemi, edhe po ta japi qeverinë merre, ose e thirrin PDK në këtë rasti e dyta, më thonë hajde po bëhemi bashkë për hir të Kosovës, po ta japi ty. Kështu po e lexoj pozicionin e LDK-s. Po megjithatë, përmes Sarukit pozicion, unë mendoj që PDK-ja, edhe zoti Hamza e ka një obligim e ka me thirr të dy liderët e partive opozitore që kanë fituar mandatën në Kuvend, edhe me i sqaru pozicionet e tyre. Ai për me ul, me negociu, me dialogu, për me bëni qeveri të opozitës apo jo. Kush është aktualisht a ka që jo, më duhet të vërtetë diçka. A ka pra pse më shku te Bedri Hamza dikush përderisa nuk i ka ardhur radha sipas kushtetutës. Po ti s'mundesh me prit radhën Leo. Nuk e kena prit radhën as 2014. A e din kur e mbledh këtë partitë të opozitore? Po përmes me PDK në marrë pushtet. Ka prodhuar çeveri, përçon edhe me zveti, për shkak të pozicioneve. U përçon. Po megjithatë do të thonë që mund të përçosh prapë. Unë e pajtona me Arton. Meqense formalisht na e dim që afati duhet me rrjedh. Po në çat periudhën e ndërmjeme me sërjedhjes së afateve, megjithatë ekziston mundësia e koordinimit edhe e rreshtimit, diskutimit, edhe natyrisht edhe e korrigjimit. A mos e fitu zgjedhjeve PDK. Fituesi zgjedhjeve është BV. Pozicioni i PDK-s është shumë i qartë. Na e dim të vërtetën formale, numrave. Do të thonë pozicioni, se unë do të thotë partitë politike është një dallim mes qëndrimit të analizës edhe qëndrimit politik. Qëndrimi politik i PDK-s është shumë i qartë. E ka thonë zotri Hamza në konferencë për shtyp, e ka përsërit në studio, e ka përsërit zotri Krasniqi në disa studio në deklarime publike. Do thot edhe në raport me ato se çfarë mendojmë në raport me vetëvendosjen, edhe çfarë mendojmë për preferencën tonë për opozitën. Do thot zoti Haradinaj është deklaru, zoti Abdexhiku është reflektu të marrë me proces zgjedhor. Do thotë, këtu ndodh një harmonizim, na kena mi ditë qëndrimet. E bën zoti mirë, thuj. Normal, nuk ka kjo politika për shpejt e shpejt. A mos pritet blerimi të dugit, ne nuk mund të jo përgjigje. Por mu, që thojnë Allah versën, nëse bëni edhe 5 vjetë. Unë rastisht e pash... E këthejt është kënej. Unë rastisht e pash atë këshilltarin e kancelari Gjermana, Manuel Saracin. Rastisht e pash atë... Jo, ajo është ish. Ish, e vërtet. Po, çuditna pse e kanë botu me qenë se është ish. Ndoshta e ka ndonjë rëndësi ai. Qeveria jonë që është në detyrë. Mandej mas ti, edhe ambasada e pat shumë interesant postimi. Mandej mas ti edhe ambasada gjermane, çuditërisht duli edhe pse ky është ish. Sa më shpejt. Edhe tha sa më shpejt. Mandej edhe ambasada britanike tha kishte më qenë mirë mos me humb kohë. Kështu që sa për mua blerimin, mos ja doni ju, mos e bëni kurrë.